Taksa e qarkullimit ka kontribuar me rreth 210 milion euro në buxhetin e shtetit për vitin 2024, duke shndruar në një burim të rëndësishëm të ardhurave. Megjithatë, rrugët përfshirë autostradën Tiranë-Durrës, që është në një e kyçe për qarkullimin në vend, është në gjendje të keqe. Kjo rrugë përveç trafikut të rënduar ka dëmtime të dukshme që janë bërë më të theksuara në kalimin e kohës, duke krijuar probleme për udhëtarë dhe vizitorë veçanërisht për turizmin. Përkundër këtyre problemeve, taksa e qarkullimit ka arritur të mbledh 21.3 miliard lekë në vitin 2023, me një rritje prej 9% krahasuar me vitin paraardhës. Kjo taksë, e cila vilet mbi benzinën dhe naftën, është një burim i rëndësishëm të ardhurave, duke pasur një ndikim të madh në financimin e programit të transportit rrugor. Në vitin 2024, qeveria kishte planifikuar të grumbullonte 23.3 miliard lekë pikërisht nga kjo taksë, por realizimi ka qenë më i ulët në 21.3 miliard lekë. Kjo shumë financon mbi 50% të buxhetit për investime në rrugë, duke përfshirë mirëmbajtjen dhe ndërtimet e infrastrukturës rrugore. Sidoqoftë, qeveria është duke angazhuar në projekte të tjera përfshirë koncesione për ndërtimin e disa rrugëve të tjera, të cilat do të financohen nga pagesa për përdorimin e tyre. Megjithatë, Shqipëria përballet me çmime më të larta të karburanteve dhe tarifave të rrugëve, duke vështirësuar jetën për qytetarët, të cilët kanë të ardhurat të ulta krahasuar me mesatarën e Bashkimit Evropian.